Në qoftë realisht ka një gjë që kjo qeveria ka perfekcionu, është arti i videos, i dronit dhe i propagandës. Por sot më lejoni të tregoj çfarë ndodh kur turisti përballet me realitetin. Edhe po filloj me pjesën e rrugës së Shkodrës, e cila aktualisht vazhdon për me met një makt kombëtar, aksi Shkodër-Tiranë. Kishim një takim përpara disa ditëve me operator turistik si pjesë e grupit parlamentar të Shkodrës dhe dëgjova me shumë vëmendje, por në sytë e tyre pash jo këtë optimizmin e propagandës, por një shqetësim të thellë për mbijetesë. Dhe në qoftë se kthehena te pjesa e infrastrukturës, që për me bë turizëm është esenca, mund të them që aksi Shkodër-Tiranë është realisht një makt kombëtar. Një rrugë që duhet të ishte korridori i zhvillimit, është kthy në pengesën kryesore për çdo pushues. E kur më rrin qytet, përballesh me një projekt pa projekt, projektin e hyrjes Shkodrës. Një kantier kaotik, pa logjik qarkullimi, i cili në vend që të ofrojë zgjidhje, po prodhon paralizë. Ky është mesazhi dekurajues që qeveria shqiptare i thotë turistit, mas hajde më këtu. Nëse kthehem te rruga Shëngjin-Velipoj, sigurisht rrugë panoramike, shumë e bukur, e kena pa në video në dron, kena kalu, por ka dy ngushtica. Kjo është eksperiencë personale, një orë në këtë fundjavë në Shëngjin duke prit për me kalu, sepse me tamam është e pa kalueshme. Po kthejmë te ura Baçallekut. Vjen qeveria, vjen bashkia, bëjnë video, premtojnë me dron, sigurisht, pastaj ikin. Viti 2026, sezoni nis dhe ura mbetet si në mesjet, si strukturë, si koncept. Kjo ura është ai simboli, është simboli i kësaj qeverie që komunikon me video, me dron, po jo me fakte. Të kthehem te Velipoja. Çfarë investimi real është bë këtë sezon? Menaxhimi mbetet një sfidë e dështuar që nisje. Dhe një skandal që duhet thonë me zot nalt. Ujnat e zeza të Shkodrës derdhen bunë si në mesjet. Lumi i njohur për bukurinë e tij është kthy një kolektor të ndotjeve dhe ne këtë do na mi reklamu si destinacion turistik. Dhe nëse shkonin në Velipoj këtë verë, merrnin konsiderat me marrë dhe generator, sepse nuk ka me pas drita, edhe kjo është eksperiencë personale. Nëse kthehem te paketa maleve që reklamohet për çdo ditë, çfarë kanë me gjetë turistat në Razë, në Bogë, në Thellë? Kanë me gjetë errësirën e mesjetës? Këto zona vujnë për mungesë stabilitetit të energjisë elektrike. Në vend qetësisë natyrës së Alpeve që turistat shkojnë, kanë me ndëgju zhurmat e generatorëve. Po kthehem te lumi i Shalës edhe te rruga Komanit. Shumë shkurt, zërin kryetare, sa shumë interesante. Është ajo perla që ne ju përdorni për foto, për fushata. Por për marrita atje turistit duhet me kalu rrugën e Komanit, e cila është amortizuar, rrezikshme dhe pas një ndërhyrje serioze. E kur turisti mbijeton udhëtimin deri në lumë të Shalës, a din çfarë gjen? Gjen një zonë shpallur që në vitin 2022, pra prej 4 vitesh, si zonë e mbrojtur, por investimet në 4 vite zero. Nuk ka një bankin për anijet, nuk ka një pikë informimit, nuk ka një plan pastrimit, sepse ato ujnat mrekullueshme të liçenit të Komanit i kanë mbyll shishet plastike. Në rrum koleg, për me mbyll, për çfarë suksesi turistik flasim kur urat bëhen në video dhe jo në realitet? Kur ujnat e zeza derdhen në Lumetan, kur rruga Komanit është si rruga luftës dhe jo turizmit, kur Velipoja nuk ka asnjë investim, asnjë. Ju keni dështuar të siguroni shtyllat bazë të një shteti funksional. Nuk mund të pretendoni turizëm elitash me shërbime mesjetare. Prandaj sot, ju bëjt thirrje të dilni nga zyra dhe të shihni realitetin e bizneset që paguajnë këto taksa, por shërbimet nuk i marrin. Jam i gatshëm me ju shoqëru tek të gjithë vendet që sapo kam përmend. Shkodran nuk duan asgjë më shumë se respektin dhe investimet që u takojnë.